Këtu është vendosur popullsia sipas secilës grup mosh. Dhe po të shihni, pjesa me portokalli është pjesa që ka ikur nga Shqipëria, që nuk është më sot. Pra ajo pjesa portokalli nuk gjendet më në 2023-shin. Pra po ta shohim ka ikur rinia në Shqipëri, kanë ikur fëmijët. Pra deri në 54 vjeç, Deri në 54 vjeç ne na kanë ikur, deri në 54 vjeç ne na kanë ikur 650.000 veta. Sipas Instatit. Po, deri në moshën 24 vjeç na kanë ikur 350.000 veta. Deri 24 vjeç. Pjesa poshtë, që është gjithë rini, andaj nuk kemi rini. Po çfarë ka ndodhur? 400.000 që kanë rënë, 400.000 kanë rënë në total. Por shife pjesën me të bardhë atje, janë rritur të moshuar në Shqipëri. Në sensin e 2020 pra neve jemi plakur. Pra nga një popullsi e re që konsiderojshëm tani tashmë jemi një popullsi. Pra ka pasur dhe një shift të popullsisë. Pra popullsia e plakur është rritur, popullsia rinore ka rënë. Që do thotë, nëse ne marrim të mirëqenë që Shqipëria ka rënë me 400.000 veta në total, po është rritur ajo lart me 250.000, ata të plakurit janë rritur me 250.000, se ata nuk kanë emigruar. Kanë ndetur këtu, ai që ishte 50 vjeç u bë 60 vjeç. Që kjo si edhe pasoja sociale shumë të mëdha, se me kë rinë ata, kush kujdeset për ata, pensionin, shëndetësia, kosto për shëndetësinë, e gjitha këto. Dhe kjo na tregon dhe një gjë tjetër, kush na ka ikur në Shqipëri? Tregon që kanë ikur 650.000 veta nga kjo. Po çfarë sa kemi pasur lindet shkon deri në 1 milion. Pra tregon dhe kush ka ikur. Ka ikur pjesa më vitale e shoqërisë.